Si thot Allahu në Kur'an, وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Sepse njerëzit kur thot nuk i dhanë përparësi dhe nuk e njohon krijuesin e gjithësisë ashtu siç duhet, krijimin e qiejve, tokës, të gjitha këtyre universive, qoftë të japim hakun atë që meriton krijuesi i gjithësisë, atëherë neve realisht ta ndjejmë madhështinë e tij në jetën tonë të përditshme. Dhe kjo, në qoftë se na lidh diçka të rëndësishme për të gjithë ju, motra dhe vëllezër të nderuar, është pikërisht që ne jemi në këtë garë, në këtë maraton, me jetën tonë, e cila dikujt i duket e gjatë, dikujt i duket e shkurtër, veprojmë realisht vepra të mira. Pra ta kemi këtë mundësi që të veprojmë vepra të mira sa më shumë, dhe vepra e mirë që veprohet nuk veprohet vetëm në një periudhë caktuar, po ajo është si thot Kurani, fa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Pra njeriu duhet ta adhurojë ose ta dojë ta Zotin e gjithësisë, mirësinë e kësaj bote deri në momentin final, që është momenti i takimit me krijuesin. Profeti ynë është një çështje e rëndësishme. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë në një citat të rëndësishëm profetik, thot veprat e mira, ose veprat e pranuara janë ato të cilat janë pakta fort për herë. Kemi një problem, agjerojmë Ramazanin, falim terapi, bëhemi të mirë në atë muaj, sa lirohen shejtanët, në metaforike, neve kthehemi jetës sportishme sikur muaji Ramazanit nuk ishte. Ja. Edhe një herë i them atyre zotrive atje në fund, që të ulen, mundohen të ulen, edhe besimtarët që kanë kësafet ashtu të afrohen, që mos rritesin të arë këmë, po gjithë të mund fitunin që ta marrin sevapin tamam. Kështu që uleni dhe sakrifikonin pak fresk dhe të flatë bukur sabah. Pra njeriu, motra dhe vëllezër, duhet t'i bëj veprat e mira të pakta dhe të përhershme. Pra tjetë shkolla e aktiv muaj që ne kalon, këtë një shkollë e cila të vazhdojnë. Pra ta ketë mundësinë që të vazhdojnë jetën tonë të përditshme. Mos tjetë një shkollë që e kishim vetëm për muajin Ramazan, ne Zotin e duam jo vetëm Ramazan, ne e duam çdo kohë. Ne njëri tjetrin do ta duam çdo kohë. Ne mbështetjen që do t'i japim atij që ka nevojë do të jetë çdo kohë. Sjellja e familjes do të jetë çdo kohë. Edukimi i fëmijëve do të jetë përparësi në çdo kohë. Ashtu siç neve i japim përparësi shëndetit dhe mundohemi që neve ta ruajmë atë me çdo lloj mundësie, pra sa herë që ne kam në studie në grip, diçka në japim rëndësi me çdo lloj ilaçi, apo konsultojmë me mjekët e tur, ashtu duhet edhe marrëdhënia që të jetë jonë me besimin. Dhe puna e parë ka këtë vlerë se të runë. Thot profeti ynë Muhamedi alayhi salam, paqja dhe bekimin e Zotit qoftë, thot veprat e mira thot e ruajnë njeriu thot nga përfundimet e këqija. Pra njeriu sa herë që bën një vepër të mirë, kur dora e djathtë e jep diçka dhe nuk e shikon dora e majt, apo me zemër, apo me shpirt ndihmon dikë, apo bën një vepër të mirë publike apo sociale, atëherë ky njeri duhet të di që kjo vepër e mirë e ruan atë nga shumë gjëra të këqija që më pas. Është rregulli i jetës që ka krijuar Zoti i gjithësisë, si rendi social, është si rendi shoqëror që ne jetojmë, që gjithçka duhet ta ketë në rregull. Dhe vepra e mirë është rregull që e parandalon njeriu nga përfundimet e gabuara. Profeti Muhamedi alayhi salatu wassalam na ka treguar sidomos për të rit, edhe të rejat, edhe për gjithë ne përgjithsisht na ka treguar profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe thot atë të cilin e ndalon veten nga dëshira thot e gabuara thot parajsa dhe xheneti është vendi i tij. Jo vetëm në botën tjetër, pra jo vetëm atë që kemi në takimin e Zotit apo jetën e përjetshme, që është shumë e rëndësishme për çdo besimtar që agjeron, që falet pak apo i kryen ritet e plota, siç janë 5 rregullat, 5 vakte të namazit, apo agjeron, apo e bën umrën, apo haxhin, me gjithë lehtësira që na e bën tani që mund shkosh tek vendet e shenjta shumë shpejt, jo si përpara shumë vitesh ti duhet prisje me vite të tëra që ta vizitojë qafën e nderuar, kurse tani shkon dhe viziton shpejt, pra e ke rutinë e shpejt për atë që ka mundësi.
Po do të kuptojmë pra që këto vepra, këto mirësi që neve ne ka dhënë Zoti gjithësisë tani, duhet të kuptojmë që t'i rujmë, sepse në momentin që ne i rujmë këto vepra të mira ato shtohen. Pra mos mendojmë që Islami apo besimi ynë është vështirë, pra besimi ynë praktikisht është i lehtë. Zoti thotë në Kur'an, neve ja kemi sjellur rrugën juve të lehtë. Zoti do për ju të lehtë, jo të vështirë. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allahu e do të lehtën edhe të mirën, dhe atë që është praktike e përditshme. Kështu që mos mendoj dikush për ju që bën punë mirë me sakrificë të madhe dhe pastaj ta humbim qiellin. Jo. Ne do ta kemi këtë mundësi që juve sidomos të rritë në këtë kohën e modernitetit që ne jetojmë me rrjetet sociale, me këto mundësira që kemi me problemet ekonomike apo me zhvillimin ekonomik që jetojnë njerëzit e në rutinën e përditshme të humbin atë konceptin e përditshëm të këtyre rriteve tona fetare. Pra ai që është fal vetëm xhumat mundohet i fali 5 vakte të namazit. Ai që s'është fal ditën e xhumat duhet patjetër që të afrohet në ditën e xhumatit në premte në xhami. I plotësoj shtëpiat e Zotit. Ai mos i takimi jon me Zotin pra Bajrami nga Bajrami apo Ramazani me Ramazani, po tjetë të tillë që kur jep një beslidhje apo një fjalë, ti ta mbash këtë beslidhje dhe fjalën e Zotit, sepse në Kur'an famlar thotë وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Thotë edhe kur Zoti thotë i krijoi krijesat si shpirtra përpara se të kemi si trupa, i nxorri të gjithë krijesat përpara tij. Dhe i thotë, a e pranoni ju thotë me lehtësinë e juaj, me shpirtin e juaj dhe me zemrën e juaj që unë jam krijuesi juaj? A thanë po si ne e pranojmë o Zot? Atëherë mos hajdini dhe të vini ditën e fundit thoni o Zot ne këtë nuk e dishim. Pra ne kemi një besim e juaj. Kemi dhënë një fjalë, një besë. Njeriu apo burri apo zonja kur jep një fjalë e mban atë me njeriu. Ai që ka virtyte dhe karakter të fortë. Kurse, nëse nuk e mban atë fjalë, atëherë ai do të shihet nga shoqëria me një këndvështrim tjetër. Por, kur i jep fjalën Zotit që ta adhurosh atë vetëm pa shok, edhe të kesh një marrëdhënie të mrekullueshme me të, që mund ta dish vetëm ti, se secili prej nesh këtu ka një marrëdhënie me Zotin që e di vetëm ai. Dhe kur e ka këtë marrëdhënie dhe e këtë fjalë, këtë besë dhe e mban atë, atëherë ai me i fjalë të dali para Zotit i pasur. Nuk të dali atëherë si të thotë, o Zot thotë mu humbi shejtani, se shumë prej nesh ja vendosin shejtanit apo shokut gabuar njët që ka për qark apo shoqërisja dhe thonë në rutinën e përditshme që thotë unë devijova, s'kisha mundësi ekonomike, unë devijova dhe mora një rrugë gabuar duke sa themi për të rritë sot që i kanë më lehtësisht mendojnë që lehtësisht është e gabuara më shumë se sa rruga e vështirë e punës.